Përshëndetje miq të nderuar. Sonte po du me nda me ju një ngjarje të cilën e kam dëgjuar dhe cilën e konsideroj një prej ngjarjeve më të rënda, më interesante, më emocionuese që i kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time. Megjithatë, para se ta tregoj ngjarjen, më lejoni t'ua lexoj një ajet kuranor, i cili flet pikërisht për rastet e këtilla të cilat do të dëgjoni tani. Kurani thot: Ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. O ju njerëz të cilët jeni lodh në shpirt dhe të cilët jeni duke mendu se nuk keni shtekdalje nga situata me të cilën jeni duke u ballafaquar. La taqnatu min rahmatillah. Mos i humni shpresat tuaj tek rahmeti, mëshira e Zotit. Për shka? Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'an. Sepse ky Allah të cilit ju i besoni, i fal të gjitha mëkatet tuaja. Përse? Innahu huwal ghafurur rahim. Sepse ai është një falës, jo vetëm falës, po është falës i mëshirshëm. Dine se mëshira e Zotit, cilësia e Zotit Rahman dhe Rahim, mëshirues, mëshirplot, i pakufishëm në mëshiren e tij, janë dy cilësit me të cilat nuk mund të peshohen apo të barazohen edhe 98 cilësi të tjera. Allahu si i mëshirshëm, i cili fal mëkatet tuaja dhe ju zgjen zgjidhje edhe në momentet më të rënda, është ai i cili me këtë mëshirë i ofrohet, i prezantohet, komunikon dhe ndërvepron me krijesat e tij shumë më shumë se me të gjitha cilësitë e tij të tjera. Secili prej neve ka njëherë bijejmë ose ballafaqohemi me probleme e me situata ku mendojmë se të gjitha rrugët tona i kemi të mbyllura. Nuk ka njeri në botë i cili nuk është ballafaqu me peripeci e me probleme e me vështërsi ku ka mendu se ka mbaru puna e tij. Dikush probleme materiale, dikush probleme me shëndet, me smundje, dikush me shtrese, çështje, probleme të tjera, me situata të rënda, ama dine miq, po ju drejtohem me bindjen më të madhe tek Zoti, se Allahu kur dhe askujt nuk ja mbyll të gjitha dyert. Rahmeti, mëshira e tij e Allahut gjithmonë është prezent dhe na rrethon në jetët tona. Mjafton që ne la taqnatu min rahmatillah, që të mos i humbim shpresat tek rahmeti, mëshira e Allahut xhallashanuhu. Andaj, si është e mundën që një besimtar t'i humb shpresat tek ai në ato përmasa sa të ndjen në momentet e vështira se puna e tij ka mbaru, se nuk ka zgjidhje tjetër. Si është e mundur që njeriu ta humb shpresën te kush? Te ai i cili cilësien e vet, emrin e vet kryesor e ka Rahman, i gjithë mëshirshëm. Edhe fjala i gjithë mëshirshëm nuk do të kuptohet vetëm me një farë në konotacion gjuhësor, i gjithë mëshirshëm, por do të kuptohet në përmbajtje. Mëshira e Zotit, ndihma e Zotit,
afërsia e Zotit me tyje është aqrabu min hablil warid. E ke shumë ma afër se shahdamarin që e kemi këto në qafët tona. Pra, mjafton që ti lutesh ati, ti drejtohesh ati në rastet e këtila, në rastet e smundjes tane, smundjes prindërve të evladve të, Allahu na i ruajt, dhe ai pastaj e gjen zgjidhjen, e gjen ilaqin, të orienton tyje ka ilaqi, apo e orienton të bje ilaqin para kamve, edhe atëherë kur ti kur nuk e ke menduar. Ngjarja është me sa vjen. Në Pakistan është një mjek i cili tregon sukses të mahnitshëm në profesionin e tij. Arrin ti shëroj smundjet e pacientëve të tij, smundjet e atilla që shumë doktor i çojnë durt. Nuk ka shpëtim. Ky mjek, apo kjo ngjarje e para disa viteve, tregon për mjekun e quajtur doktor Hisham Hussein. Dhe atë shumë bëhet i njohur, gazetat, lajmet, shkrimet e tij, studimet e tij, botimet e tij e bëjnë të njohur edhe jashtë kufive të Pakistanit. Përveç sukseseve dhe aftësisë së tij, shërimin e shumë pacientëve, të cilët e kishin humbur shpresën jo ata, po ndoshta edhe mjekët e shohin se nuk kanë shërim, në mënyrë solidare dhe humanitare, arrin që me të gjitha këto të bëhet mjek i njohur edhe në Evropë. Një ditë i vjen një ftesë nga Gjermania për të marrë pjesë në një konferencë shkencore në Berlin, ku organizatorët e konferencës i përgatisin edhe një çmim ndërkombëtar. Një ndër çmimet më prestigjioze në rrafshin e mjekësisë dhe humanitetit që jepet në Evropë. I gëzuar, i emocionuar për këtë shpërblim dhe për këtë çmim që po jepet, e merr biletën e aeroplanit, shkon në aeroportin e Islamabadit dhe i hip aeroplanit për me udhëtue për Gjermani. Mirë po, pasi të ngritet aeroplanin në qiell, sa kaq e godet vetëtima aeroplanin dhe aeroplani detyrohet të zbres në aeroportin më të afërm të Islamabadit. Pasi zbret aty, hyn në aeroport, interesohet se si mund të udhëtoj tani me një aeroplan tjetër. Zyrtarët e aeroportit po e bëjnë me dije se aeroplani i parë që shkon për Gjermani, për Berlin, është vetëm pas 22 orëve. Me që e dinte se po shkonte në një evenement jete për te, insiston me gjetë zgjidhje me udhëtue prej dikahi tjetër prej Pakistani. Dhe e informojnë se, pasi e shohin insistimin e tij, e informojnë se në filan qytetin ka aeroplan pas 5 orëve për Gjermani, për Berlin. E merr një makinë me qera, i hyp makines edhe me një shpejtësi të madhe drejtohet drejt qytetit ku po shkonte. Pafatësia po e përcjell doktor Hisham Husseinin. Tu shku rrugës, ja nis një shi e breshëri, një shtrëngat të cilën ndoshta kur në jetë nuk e kish pa. E dini, në Pakistan bin shina të mëdha dhe vërshime të mëdha, marrin me qindra jetë njerëzish atje. Bje shi si në Indonezi, them. Tu shku rrugës, shiu i madh e pengon vërshimi dhe detyrohet me undal në një pjesë të rrugës, në gjysmë të rrugës, të them kështu. Edhe uji po vje rrugës, i hyn brenda dhe ja bllokon makinën.
as nuk i dhes, çanta e tij bëhet bie nuj, e merr uje, mrena në makinë dhe natyrisht detyrohet me dal prej makines edhe po kërkon zgjidhje, ka me shkue. Terr, shtrëngat, mjegull nga breshëria e sheut, pa rrym, mirë po duke u sjell aty pari në atë shi, pa prit mas e shen një shtëpi t'vogël, si maton aty. Ka qëllu ndonjë fshat edhe shkon po troket në derën e asaj shtëpie. Pasi droket, pas pak një plak, një grua e moshuar, e shtyer në mosh, e hap derën edhe me një keqardhje në fytyrë, shihej se është e mërzitur, po i thet këti të panjohurit, urdhno e vlad, çka t'ka qit në këtë vend tonin shkret, në këtë kohë, në këtë natë të errët, hyn mrenda bojrën, i detyruar, e sheh se nuk ka zgjidhje tjetër, hyn brenda. Por para se me hy brenda në fakt, po i thot asaj të moshuarës, të lutem urgjentisht një telefon, se dohet me telefonu dikon, nga se jam nis në një rrugë shumë të rëndësishme. Kam një obligim shumë të rëndësishëm me shku deri atje. Gruaja i thet, o evlad, a nuk jetu e pa shtëpinë time, a nuk jetu e pa rrethin ku je e ku jemi këtu, ne në këtë pjesë këtu nuk kemi as rrym, s'na ka ardhur as rryma ende, e lema të kemi telefona. Po, urdhno, hyn mrenda, me gjithë që i panjohur, të them, hyn mrenda, m'ke nanoke edhe muhe, pusho pak, çka na ka dhënë Zoti, darkojmë, e pi një çaj, nxehesh dhe pastaj me izën e Zotit mundohemi me gjetë një çare. Natyrisht tash i detyruar, hyn brenda, por mend krejt të udhëtimi që ka me e bohe, edhe ullet. Pas pak kohe, gruaja e sjell një sofër, plaka, e sjell një sofër aty, edhe i thet bojrën me darkue. Një sofër e një familje të varfër, materialisht, por e një të moshuare, e një lokeje, e një nanoke, me shpirt shumë të pasur dhe shpirt shumë të madh. Kur ja nis me hangër buk, ky doktor Hisham Huseini, në ndërkohë gruaja plaka ja nis me e fal namazin si matutje, edhe po falet. Duke u fal ajo, ky e dëgjoj një za foshnjë, një za fëmije, të qajt me një vaj jo të zakonshëm. Pasi e kryn plaka namazën, i ngrit durt, po bën aminin, edhe e zgjati ma shumë se normal që kishte pa ky sa bëhet amini, duaja tek Allahu, dhe në ndërkohë gruaja bie sërish në sejdë, ja nis me e lut Zotin, po bën dua, po bën lutje te Zoti, dhe doktor Hishami po e dëgjon se gruaja po kanë. Në gjendje çka me bo, fëmija po qanë këndej, me atë vaj të çuditshëm, jo normal, ky ngritet edhe në djep, po e shen një fëmijë 2-3 vjeçar i shtanguar, i palevishëm totalisht, lot këndej edhe me atë vaj të cilin i cili e prek edhe doktorin. Pasit kryet ta kryen gruaja namazin, po e pyet thet, oj nan, oj gjyshe, çfarë ka ky fëmijë që qanë kështu? Ajo ja kthen, mos pyet e vlad, e kam nip jetim, pa bab e pa nan. Është i sëmur rënd, ma tepër se 2 vite, jam munduar me i gjet ilaç, shërim dikun, por pa sukses. S'ka mjek në këtë rrethinën tonë, sa kam arrit unë me e qu të mjeku, që nuk e kam qu, nuk i kam vizitu mjekt, me ilaçe që ato që na i kanë dhanë, por deri më tani pa sukses.
Thet mirë po, o zotni, o e vladë jem, ku e kam quë nipin me djep të e bajt ashto, thet të se cili doktor që e kam qujt, e kam dërgu, se cili më ka thonë se përsa po e shohmi ne, këtë fmi mundet me e shërue, dhe me e shërue në qofë se e ka shkru Zoti, vetëm një mjek në Pakistan, edhe aje ka emrin doktor Hisham Husseini. Po unë në këtë varfri këto, ku muj me gjetat mjek, largë më kanë thonë se është në Islamabad, si që shkoj, nuk kam mundësi materiale, nuk kam mundësi se si që shkoj atje, dhe nuk më kam betur tjetër qare, pos t'i bëj dua. Lutje Allahut, o Allah, ma shëro këtë e vlad nep, ja largon këtë smundje, vetëm një herë tasho, që t'lëviz edhe t'hec edhe t'u vjen praher, nuk i dua Allahut ma shumë se kaq. Nga kjo gjendje që po balafaqohej doktor Hisham Husseini, shtanget edhe nga ajo që po e dëgjon prej asaj gruaje të moshuar dhe me sy të përlotur i thot të zojës së shtëpisë. Ja ummi, oj nana ime, oj lokja ime, mos u mërzit. Mos u mërzit se nëse e ka shkruar Allahu para prakisht që të shërohet, ky ko me u shërue. Ti, oj loke, ashtu e paske lut Zotin me zemër, me aq zemër e vaj ju paske drejtuar Allahut për lutje, sa i madhi Zot e godit aeroplanin që po e barte doktor Hisham Husseinin me vetë tim, për te i kësaj vërshimi i sheut, i andal edhe makinën doktor Husseinit dhe doktor Husseinin ta ka sjell në kasollën tënde këto. Doktor Hisham Husseini, tek të cilët i ke pas shpresat se me izën dhe caktimin e Zotit do të shëroj, është për momentin para teje këto dhe është duke e këshyr edhe këtë nip e vlad tanin. Andaj, meq, thash në fillim e lexova ajetin. Kull, ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah. O jo, që i një lodhë në shpirt, e kini hargju energjien e fundit. La taqnatu min rahmetillah. Zoti po drejtohet direkt ty e mu, e të gjithve njerëzve në botë që lodhen, i humbin shpresat, animate smundjet e evladve, që balafaqohet njeriu, është normal. La taqnatu min rahmetillah. Mos i humbni shpresat tek rahmeti dhe mëshira e Allahut. Ajeti vazhdon, thot inna Allahe yaghfiru dhunube jamian. E bën një kërcim ajeti nga kjo gjendje të lodhur në shpirt të njerëzve, yaghfiru dhunube jamian, edhe mëkatet tuaja, të cilat i keni bërë në jetën tuaj, me rahmetin e tij dhe me mëshirën e tij u afal të gjithëve. Mjafton që ju t'i besoni atij Zotit, shpresat mos t'i humni te Zoti, edhe në gjendjet më të rënda, edhe në ballafaqim me çfarë do mëkati, tek rahmeti i Zotit mos i humb, mos i prej shpresat tua tek Zoti. Sepse përveç ndihmës që ta jep, për ti të i kaluar situatat, Zoti edhe gjunahet tua t'i fal të gjitha. Innehu, sikur betim, betohem, thot Zoti, se unë el Ghafur el Rahim, jam edhe fales, por edhe fales i mëshirshëm.
edhe falës, sepse e meriton mëshirën teme, faljen time, por e jam edhe rahim, jam i mëshirshëm, për tej asaj që jam falës, unë edhe jam i mëshirshëm. Prandaj, meq, kjo ngjarje do të jetë mësim për të gjithë ne, për të gjithë ju që e dëgjoni këtë dhe që ballafaqoheni ndonjëherë me situata ku juve ju duket se nuk e keni ma asnjë rrugë të hapur përpara. Ai i cili kërkon zgjidhje, që nuk i humb shpresat kurrë, as në momentet më të vështira, ai që gjithmonë i lutet Zotit, nuk i shkput komunikimet e tij, shpresat e tij me Zotin, ta dini si Zoti një, e pa pikë dyshime se zgjidhja ka me ju ardhë edhe tek këmbët e tua. E kërkoni zgjidhjen, mundoheni, ju mbyllën, ju duket se i keni të gjitha rrugët e mbylla, por zgjidhja, doktor Hisham Husseini ju mbërrin edhe aty ku as nuk ka rrymë, as nuk ka telefon, aty ku e ka marrë vërshime, e godet aeroplanin, vetëtima e godet aeroplanin e doktor Hishamit, e zbret në aeroport dhe javsjell zgjidhjen deri tek këmbët e tuaja. Mos i kputni shpresat tuaja tek Allahu, miq, dashamir, vëllezër e motra ju që po më dëgjoni. Mbështetuni tek Zoti dhe prej tij kërkoni ndihmën kur pa ja ndal. Kërkoni shpëtimin, kërkoni faljen dhe atij mbështetuni si askuj tjetër në botë. Ilaçi është në dorën e Allahut, ndërsa shërimi është në dorën e Allahut, ndërsa ilaçin e bojnë njerëzit. Mjekët shkollohen për të qenë mjete, për të qenë ata, mos them figura, po për të qenë shenjat e Zotit se Allahu i krijon kushtet me fuqinë e tij, me makfiretin e tij dhe me rahmetin e tij, që ilaçin e gjithashtu doktor Hisham Husseinin javsjell deri në shtëpitë tuaja. Duaja, e kam thënë edhe më parë, nuk është lutje normale që bëhet, si që bëhet me njerëz duke e lutë për një çështje. Por duaja, atë që Allahu e quan dua, është një komunikim specifik, shpirtnor, me sy qelë, e ndonjëherë duke i mbyllur syt, paza, vetëm me zërin e shpirtit dhe të zemrës, ti drejtohemi atij që të na ndihmon edhe në situatat më të rënda, kur ne i humbim shpresat tek njeriu dhe në jetën tonë në përgjithësi. Mbështetni Zotit, bëni dua sa më shumë dhe drejtohuni atij për ndihmë, sepse ndihma e Allahut sigurisht nuk do t'ju mungoj. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Natën e mirë.